sigurt që vitet tuaja të punës apo kontributet e derdhura janë të pasqyruara të gjitha në mënyrë të plotë dhe të saktë në sistemin e sigurimeve shoqërore në Shqipëri? Shumë qytetarë, vetëm kur vjen mosha për të dalë në pension dhe për të bërë aplikimin për pension, konstatojnë mungesa apo pasaktësi. Por kjo periudhë mund të jetë vonë për të bërë korrigjimet e duhura. Të nderuar miq, nëse temat që neve trajtojmë në episodet tona janë të dobishme dhe të vlefshme për ju, unë juftoj të abonoheni në kanalin tim në YouTube të Uta Nunaj Kortoçi, të pëlqeni video tona dhe të lini pyetjet dhe komente që ve keni. A keni aplikuar ndonjëherë në portalin e Albania për të marrë vërtetimet tuaja të punës? Si ka rezultuar vitet e punës apo vitet kontributive? Nëse keni konstatuar mangësi, si keni vepruar? Të nderuar miq, në episodin e sot të Takimet e Utën do t'ju shpjegoj hap pas hapi se si juve të merrni nga portali Albania vërtetimet e punësimit dhe njëkohësisht dokumenta zyrtar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve apo edhe nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore për kontributet që juve keni derdhur. Unë ju ftoj të ndiqni të plot këtë episod, pasi do t'ju jap edhe disa këshilla për dokumentat që juve duhet të ruani për gjatë gjithë jetës tuaj, pasi do t'ju duhen kur të aplikoni për pension. Të nderuar miq, në episodin e 21, Takimet e Utën, unë ju shpjegova hap pas hapi në mënyrë shumë të thjeshtë, por edhe profesionale, se si juve të aplikoni në portalin e Albania për vitet e punës para 1 janarit 1994, por njëkohësisht edhe për vitet kontributive pas kësaj date. Në episodin e sotëm do të ndalemi në 3 kategori shërbimi që ofron sërish portali qeveritar i Albania, të cilet ju ndihmojnë për të mësuar sot mbi kontributet që juve keni derdhur. Përpara se të fillojmë shpjegimin hap pas hapi, unë do doja të rikujtoja që për të hyrë në portalin qeveritar i Albania, do të duhet të keni pranë vetes aparatin e telefonit, njëkohësisht kartën tuaj të identitetit, por edhe fjalë kalimi për të hyrë në këtë portal. Pasi juve hyni në portal përmes opsionit qytetar, në këtë rast juve do zgjidhni një nga kategoritë dhe për kategorinë që ne do të shpjegojmë sot është pikërisht kategoria e cila lidhet me kontributet dhe pensionet. Pasi keni klikuar në këtë kategori, ashtu si shfaqet edhe në ekran, juve në këtë rast do të shfaqet një tabelë me 8 shërbime që ofron portali i Albania që lidhet drejt për drejt me kontributet. Për lehtësinë tuaj, unë secilës nga këtyre shërbimeve i kam vendosur një numër, në mënyrë që të jetë më e thjeshtë për ju për ta gjetur kategorinë e shërbimit që do të shpjegojmë. Dhe nga ana tjetër, 3 kategoritë që neve do të shpjegojmë sot janë shërbimi i parë që do të shpjegojmë është vërtetim për pagimin e kontributeve për individin. Shërbimi i dytë është deklarimi dhe pagesa e kontributeve nga punëdhënësi, dhe ky është një dokument që i jep Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, dhe shërbimi tjetër që e kemi shënuar me numrin 5 është kontributet për sigurime shoqërore nga dokumentat që disponon Instituti i Sigurimeve Shoqërore. Pra, të nderuar miq, ne në këtë rast do të marrim informacion nga 2 institucione që janë shumë të rëndësishme, që është Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, por edhe Instituti i Sigurimeve Shoqërore. Do të shpjegojmë në fillim diferencën, të nderuar miq, pasi Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve është institucioni i cili mbledh kontributet tona, ndërsa kontributet më tej administrohen nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore. Ndaj është shumë e rëndësishme, të nderuar miq, që neve në këtë rast të marrim informacion nga të 2 këto institucionet për të kuptuar statusin e dokumentacionit dhe të dhënave që ka sistemi i sigurimeve shoqërore në Shqipëri. Të 3 këto dokumenta që neve do t'i marrim merren që në çastin që neve aplikojmë dhe nga ana tjetër janë dokumenta për të cilat nuk ka tarif, pra neve nuk paguajmë tarif për t'i marrë ata, por merren në mënyrë të menjëhershme. Janë dokumenta të cilat janë të shoqëruara me vulë elektronike dhe janë dokumenta zyrtar, që do thotë ju mund t'i përdorni ata në çdo vend
kur ju aplikoni për të vërtetuar statusin tuaj të punësimit. Dhe të vijoj në radhë të nderuar miq për të shpjeguar shërbimin e parë. Siç e pam edhe në ekran, shërbimi i parë në këtë rast që ofrohet është pikërisht vërtetimi që neve marrim për pagimin e kontributeve të sigurimeve shoqërore. Por në këtë rast duhet të shpjegohet që ky vërtetim është që merret për individet të cilët janë në marrëdhënie pune dhe ky vërtetim në këtë rast dëshmon pikërisht faktin që ky individ është i punësuar. Vërtetimi mund përdoret si në rastin kur ju aplikoni në bank, në ambasadë apo për çfarëdo lloj tjetër qëllimi që dëshironi ta përdorni. Ky shërbim në këtë rast, që është një shërbim elektronik për vërtetimi për pagimin e kontributeve për individi, u mundson qytetarëve të pajisen me vërtetimin për deklarimin dhe pagimin e kontributeve për sigurime shoqërore dhe shëndetësore. Dhe njëkohësisht është një dokument i cili është i pajisur me vulje elektronike. Vërtetimi me vulje elektronike gjenerohet menjëherë nga sistemi i Albania për çdo person që është i punësuar apo i vetpunësuar, dhe njëkohësisht ai përmban të dhënat, pra ky vërtetim përmban të dhënat si për vitin aktual në të cilën kërkohet vërtetimi, por edhe për vitin paraardhës. Bazuar mbi ligjin për procedurat tatimore dhe për aktet e tjera nënligjore, çdo individ në këtë rast ka të drejtë që të kërkojë në sistemin ose në portalin qeveritar i Albania në çdo kohë vërtetim për të deklaruar pagesën dhe kontributet shoqërore të realizuara nga punëdhënësi i tij. Siç e shohim në ekran në këtë rast, neve pasi kemi klikuar mbi shërbimin vërtetim për pagimin e kontributeve për individin, na shfaqet në ekran procesi ose mënyra se si duhet veprojmë më tej. Aktualisht në ekran jemi pikërisht në faqen e vërtetimit për pagimin e kontributeve për individin dhe në fund të faqes neve zgjedhim komandën përdor. Pasi kemi aplikuar, neve na shfaqet në ekran vërtetimi për të pajisur me kontributet për individin. Dhe siç e shohim në ekran, një pjesë të dhënave janë të dhënat të cilat gjenerohen nga sistemi. Neve të nderuar miq gjithmonë kemi shpjeguar se duke qenë se kemi të bëjmë me një portal qeveritar i cili në këtë rast ka të dhënat edhe të gjendjes civile, edhe të drejtorisë së përgjithshme të tatimeve, edhe të Institutit të Sigurimeve Shoqërore, pra janë disa të dhëna bashkë nga disa institucione të cilat kur kërshërtohen japin një informacion unik për qytetarin. Ndaj në këtë rast, portali na ofron numrin tuaj të identitetit, na ofron emrin mbi emrin, atësinë, gjinin, datën e lindjes, numrin e telefonit dhe adresën e emailit që ju keni regjistruar që në momentin e aplikimit, njëkohësisht edhe datën në të cilën ju keni bërë kërkesë. Për të marrë aplikimin, ju në këtë rast të duhet të bëni dy zgjedhje. E para duhet të zgjidhni kompaninë në të cilën ju punoni dhe kërkoni vërtetimin, dhe pse në këtë rast kërkohet kompania, pasi në të njëjtën kohë ju mund të jeni në dy marrëdhënie pune, pra si një kohë i punësuar me orar të plot apo edhe me orar të pjesshëm. Dhe në këtë rast juve kërkoni gjithmonë rastin kur jeni i punësuar me orar të plot në kompani dhe njëkohësisht sistemi ju kërkon dhe arsyen pse juve e kërkoni këtë vërtetim që mund të jetë për përdorim në bank, mund të jetë për aplikim për pension, mund të jetë në këtë rast për aplikim në ambasadë apo në forma ose kategori të tjera. Pasi juve në këtë rast i keni plotësuar të gjitha këto dhëna, atëherë në këtë rast portali do t'ju ofrojë vërtetimin që juve keni kërkuar dhe një model i këtij vërtetimi e gjeni të pasqyruar në ekran. Ky vërtetim në këtë rast përmban numrin e këtij vërtetimi, datën e këtij vërtetimi dhe njëkohësisht vërteton kontributet e sigurimeve shëndetësore, por edhe shoqërore që janë paguar për individin. Pse neve themi termin që janë paguar për individin? Pasi ligji parashikon që është punëdhënësi ai i cili në respektim të ligjit përllogarit detyrimet tuaja për
kontributet për sigurime shoqërore dhe shëndetësore dhe i derdh ato në llogarinë e drejtorisë së përgjithshme të tatimeve në emrin e punëmarrësit. Pra nuk është punëmarrësi ai që bën llogarinë, po është punëdhënësi. Ndaj në këtë rast vërtetimi që ju shikoni në ekran ka të dhënat si të punëdhënësit, por edhe të punëmarrësit. Dhe cilat janë këto dhëna që ka vërtetimi? E para në këtë rast, neve shohim që ky vërtetim ka të dhëna që lidhen në mënyrë të drejtë për drejtë me të dhënat e punëmarrësit. Dhe këtu në këtë rast, të dhënat e punëmarrësit janë emri mbi emri, por edhe numri i identifikimit, ose në këtë rast numri personal që gjendet në kartën tuaj të identitetit apo në letër njoftim në të djathtë poshtë. Njëkohësisht vërtetimi përmban edhe të dhënat e punëdhënësit, emrin e kompanisë, NIP-in e kompanisë dhe përfaqësuesin ligjor të kompanisë. Për sa i përket të dhënave që përmban vërtetimi, janë të dhëna të cilat lidhen me e para, me periudhën tatimore, që nuk kuptohet për shembull muajt, viti për të cilin është aplikuar. Paga mbi të cilat janë llogaritur kontributet shëndetësore dhe njëkohësisht shoqërore. Këtu në këtë rast të nderuar miq, sërish bëjmë një parantezë për të shpjeguar. Pse në këtë rast vërtetimi jep dy kolona, ku secila nga kolonat ka pagën për të cilën llogaritet kontributi për sigurime shoqërore dhe pagën për të cilën llogaritet kontributi për sigurime shëndetësore. Sepse të nderuar miq, nëse një qytetar ka një pagë më të lartë se paga maksimale për efekt pensioni, atëherë paga e tij e plot do llogaritet mbi bazën e të cilës do paguhet kontributi për sigurime shëndetësore. Ndërsa për sa i përket pagës për llogaritjen e kontributeve për sigurimet shoqërore, ligji ka përcaktuar dy kufi, ku paga minimale për llogaritjen e kontributeve është paga minimale në shkallë vendi, që në vitin 2026 neve kemi në vlerën 50.000 lekë, dhe paga minimale dhe paga maksimale për efekt pensioni, që në vitin 2026 neve kemi me vlerën 186.000 lekë. Kështu në këtë rast, kur neve marrim vërtetimin, shohim që nëse një qytetar e ka pagën më të madhe se sa paga maksimale për efekt pensioni, atëherë në këtë rast, dhe marrim për shembull një shembull shumë të thjeshtë, për ta thjeshtuar edhe shpjegimin, nëse një qytetar ka një pagesë ose rrogë mujore në vlerën 200.000 lekë, atëherë vlera 200.000 lekë do jetë vlera mbi të cilën do llogaritet sigurimi shëndetësor. Nëse ka një rrogë ose një pagë në vlerën për të cilën llogaritet kontributi për sigurime shoqërore, do jetë pikërisht paga maksimale, që është në këtë rast 186.000 lekë. Këto janë të dhënat të cilat neve na gjenerohen nga sistemi dhe më tej vazhdojmë me shpjegimin me të dhëna të tjera. Që kur në këtë rast sistemi në vërtetim na deklaron pagesat që janë llogaritur për kontributet shoqërore, për sa i përket sigurimit shoqëror suplementar edhe shëndetësor. Pra, në rastin e parë, kolonën e parë, sistemi na jep pagën mbi të cilën llogaritet kontributi për sigurimet shëndetësore dhe shoqërore, dhe më tej në pjesën e dytë të vërtetimit ose në grup kolonën e dytë, do të kemi vlerat që paguhen kontributet. Dhe këtu në këtë rast sistemi i sigurimit shoqëror në Shqipëri ka tre forma ose tre lloj kontribute që derdhen. E para janë kontributet për sigurime shëndetësore, e dyta janë kontributet për sigurime shoqërore, që në këtë rast aplikohet për më tej që për pensionin e pleqërisë, të invaliditetit apo të familjar, dhe kategoria e tretë në këtë rast janë kontributet shoqërore suplementare për individ të cilët kanë detyra ose funksione kushtetuese, apo për individ të cilët janë me titull profesor, apo për kategori të tjera të cilat i parashikon ligji. Dhe më tej vërtetimi në këtë rast, në kolonën e tretë na jepen totali kontributeve të subjektit, ato që ai ka deklaruar, por nga ana tjetër jepen edhe nëse këto kontribute janë paguar. Në këtë mënyrë, ju të nderuar miq, mund të verifikoni në çdo moment nëse kontributet tuaja janë paguar nga ana e punëdhënësit tuaj apo jo. Kjo të nderuar miq ju ndihmon për të kuptuar statusin aktual, pra të vitit aktual, por njëkohësisht edhe të vitit
paraardhës. Në këtë mënyrë, përmes këtij vërtetimi, juve mësoni. Nëse punëdhënësi juaj ka deklaruar pagën tuaj të plotë, dhe njëkohësisht nëse punëdhënësi juaj ka derdhur ose ka paguar kontributet për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore pranë në këtë rast drejtorisë së përgjithshme të tatimeve. Kjo vërtetim ose ky aplikim është i nevojshëm dhe juve mund ta verifikoni në çdo çast. Unë ju rekomandoj të jeni gjithmonë të vëmendshëm dhe të verifikoni gjithmonë statusin tuaj në mënyrë që në çdo moment, nëse ju konstatoni një mungesë ose një pasaktësi, juve mund të kontaktoni menjëherë me punëdhënësit tuaj ose me Institutin e Sigurimit Shoqëror për të korrigjuar çdo gabim të mundshëm. Gabimet është më lehtë t'i korrigjojmë sot se sa nesër, që mund të jetë ndoshta edhe vonë për të bërë korrigjimet e nevojshme. Shërbimi tjetër që ne do të analizojmë, që e kemi shkruar me numrin 2, siç shfaqet në ekran, është deklarimi dhe pagesa e kontributeve nga punëdhënësi, të cilën e marrim nga drejtoria e përgjithshme e tatimeve. Këtu ne shohim sërish nëse punëdhënësi juaj e ka paguar kontributet dhe njëkohësisht unë do t'ju orientoj se si juve të kontrolloni sigurimet tuaja online. Në këtë rast, portali i Albania na mundëson që përmes informacionit që ai përcjell nga drejtoria e përgjithshme e tatimeve, neve të verifikojmë në çdo moment statusin e kontributeve nëse janë derdhur apo jo nga punëmarrësi. Në rastin konkret, pasi kemi zgjedhur opsionin e dytë të kontributeve, pra në faqen e kontributeve, siç e shikojmë edhe në ekran, neve në këtë rast vijojmë me aplikimin. Faqja e radhës është në këtë rast e deklarimit nëse janë paguar kontributet nga punëdhënësi. Dhe këtu në këtë rast informacioni që jepet nga portali është një ekstrakt nga drejtoria e përgjithshme e tatimeve, por ajo çka është rëndësishme janë të dhëna që ju kërkohen nga portali ose nga sistemi. Juve në këtë rast përcaktoni një kohë nga të cilën juve kërkoni informacion. Pra, informacionin jeni juve që e kërkoni në periudhën që juve dëshironi të dini informacionin e plotë dhe kërkohet në këtë rast data, muaji dhe viti nga deri në. Në rastin konkret, juve për shembull mund të zgjidhni, supozojmë nga 1 janar i vitit 2025 deri për shembull në 30 prill të vitit 2026. Atëherë, të dhëna që do t'ju japi sistemi do të jenë pikërisht për këtë periudhë. Pasi juve keni shkruar periudhën, shtypni butonin afishon dhe në ekran në këtë rast do t'u shfaqet pikërisht ekstrakti nga drejtoria e përgjithshme e tatimeve. Ky ekstrakt, siç ju e shikoni edhe në ekran, ka këto të dhëna. E para, siç shikoni në ekran në këtë rast, juve keni periudhën mbi të cilën juve keni kërkuar informacion. E dyta, në këtë rast ne shikojmë të dhënat. Kontributet shëndetësore në vlerë, kontributet shoqërore në vlerë, që në këtë rast janë sigurimet shoqërore, dhe kontributet për sigurimet suplementare. Dhe kolona e radhës është kontributet në total. Neve thamë në këtë rast që sistemi i sigurimeve shoqërore ka 3 kategori kontributesh, që në këtë rast janë shëndetësore, shoqërore dhe suplementare. Nga ana tjetër, ky ekstrakt në këtë rast ne jep informacionin për periudhën dhe në këtë rast kur neve flasim për periudhën, kemi në konsiderat në këtë rast periudhën mbi bazën e të cilës juve keni kërkuar informacionin. I jepet si informacion niti punëdhënësit, që në këtë rast është si thua legitimiteti i këtij punëdhënësi, paga për kontributet shëndetësore dhe më tej paga për kontributet shoqërore. Pasi neve në këtë rast e shikojmë të plot këtë ekstrakt, neve shtypim butonin shkarko dhe në këtë rast dokumenti do shkarkohet në kompjuterin tonë. Ky dokument në këtë rast përcjell të gjitha kontributet që ka derdhur punëdhënësi juaj, edhe nëse në këtë rast janë më shumë se një punëdhënës në të njëjtën periudhë. Pra çfarë do të thotë kjo? Drejtoria e përgjithshme e tatimeve ka mbajtur të dhënat për të gjithë derdhjet e kontributeve që kanë bërë punëdhënësit tuaj. Nëse një qytetar për shembull është i punësuar në 2
në dy kompani ose është i dy punësuar, që do thotë një part-time dhe një me kohë të plotë dhe një me kohë të pjesshme, atëherë se cila nga kompanitë det kontributet për sigurime shoqërore dhe shëndetësore në varësi të pagës që ka individi. Në rastin që, siç edhe shpjeguam, kur një individ ka një pagë më të vogël se paga maksimale për efekt pensioni, atëherë kompania që është individi i punësuar part-time der pjesën e vetë të kontributeve dhe në këtë rast ekstraktin e na jep të ndara Z për Z vlerën e kontributeve që ka derdhur secila nga kompanitë. Ky është një vërtetim shumë i rëndësishëm të nderuar miq, pasi neve marrim informacion jo vetëm për sot, siç ishte në rastin e shërbimit të parë, por për të gjithë periudhën që neve kërkojmë informacion për kontributet për sigurime shoqërore, njëkohësisht si për kontributet nëse janë derdhur, por edhe nëse paga që juve merrni është e deklaruar plot apo jo. Dhe në tilla raste janë të dhënat që jepen nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve. Por kemi të nderuar miq edhe një kategori të tretë shërbimi që ofrohet për të marrë informacion mbi kontributet e derdhura dhe ky është në këtë rast, siç e shikojmë në figurë, është shërbimi që ofrohet nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore dhe neve në këtë rast e kemi shënuar me numrin 5. Dhe pyetja që shtrohet në këtë rast është të gjitha kontributet që ju keni derdhur, a janë të shfaqur në sistemin e Institutit të Sigurimeve Shoqërore? Nëse në rastin e vërtetimit të parë që neve morëm nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, neve shohim si tek ekstrakti Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, pagën bruto, pagën neto, kontributet e derdhura për sigurime shoqërore, shëndetësore dhe suplementare. Në rastin e dokumentit që në këtë rast ka Instituti i Sigurimeve Shoqërore, neve marrim të tjera të dhënat të cilat lidhen me pagën bruto dhe pagën neto dhe njëkohësisht periudhën që neve kërkojmë informacion. Për të marrë këto të dhëna të nderuar miq, neve në këtë rast klikojmë mbi shërbimin që ofrohet nga ILVenia, kontribute për sigurime shoqërore, që ofrohet si informacion nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore, pra në ekran ju e keni të shënuar me numrin 5 dhe të rrethuar, dhe më tej pasi kemi klikuar mbi këtë opsion na shfaqet në ekran kontributet për sigurime shoqërore, të cilat juve po e shihni tani. Në fund në këtë rast, pasi neve kemi lexuar të gjithë informacionin, shtypim butonin përdor dhe pasi kemi klikuar butonin përdor, na shfaqet në ekran lista e kontributeve të dhënat të cilat i ka Instituti i Sigurimeve Shoqërore. Dhe të dhënat që neve marrim nga ky informacion apo nga ky vërtetim i Institutit të Sigurimeve Shoqërore janë emri dhe mbiemrin, paga bruto dhe paga neto. Dhe nëse neve do shpjegojmë paga bruto dhe paga neto, do thot paga bruto është paga e plot mbi të cilën një qytetar paguhet për punën e kryer, ndërsa paga neto është paga të cilës janë zbritur më parë pagesa e kontributeve për sigurime shoqërore dhe shëndetësore, por njëkohësisht edhe tatimi mbi të ardhurat personale. Pra, është ajo e ardhur që juve tërhiqni ose që shkon në llogarinë tuaj bankare, që në këtë rast është paga ose rroga juaj neto. Të dhënat të tjera në këtë rast muaji dhe viti për të cilën është derdhur kontributi dhe skema. Kur flasim për skemën, ne kuptojmë në këtë rast nëse kjo është një skemë, për shembull për të gjitha qytetarët që kanë derdhur kontribute për sigurime shoqërore në mënyrë vullnetare, atëherë skema është skema vullnetare, për të gjithë ata që janë të punësuar, skema në këtë rast është urbane. Pra, në këtë mënyrë të nderuar miq, neve marrim informacionin që e ka Instituti i Sigurimeve Shoqërore dhe këto vërtetime në këtë rast janë shumë të rëndësishme, pasi ne tashmë kemi mundësi që në çdo kohë të verifikojmë statusin tonë në raportin me kontributet. Disa në këtë rast nga qytetarët mund ta bëjnë në çdo kohë këtë kontroll, por ajo çka unë do të rekomandoja është që të mos e neglizhojmë kontrollin e statusit tonë, si të pagës, por edhe kontributeve, pasi që theksuam edhe në fillim, në çdo moment që neve konstatojmë një mangësi, është koha që të mund ta korrigjojmë. Dhe këtë korrigjim në këtë rast mund ta bëjmë si duke komunikuar me punëdhënësin, por nga ana tjetër duke komunikuar edhe përmes kanaleve zyrtare të Institutit të Sigurimeve Shoqërore. Në pjesën e dytë të episodit të sotëm, takimet e UT-n,
Në këndin e pyetjeve do t'i përgjigjim 3 pyetje. Pyetja e parë është: a janë ligjërisht të vlefshëm dokumenta që shkarkojmë nga portali qeveritar i Albania? Po, të nderuar miq, çdo dokument i cili shkarkohet nga portali qeveritar i Albania është dokument i njohur ligjërisht dhe ju mund ta përcjellni pranë çdo lloj zyme për çdo lloj kategorie aplikimi që do të realizoni. Në episodin e sotëm ne shpjeguam 3 shërbime të cilat ofron portali, 3 nga shërbime që ofron portali qeveritar i Albania për të marrë informacion ose vërtetim mbi kontributet dhe pagën tuaj. Këto dokumenta të shkarkuara ju mund t'i paraqisni nëse bëni një aplikim në bankë të nivelit të dytë, në një ambasadë apo në çdo zyrë apo institucion. Janë dokumenta të njohura ligjërisht. Dhe këto dokumenta në këtë rast mund të shkarkohen si nga qytetarët shqiptarë që jetojnë në Shqipëri, por edhe ata jashtë Shqipërisë në çdo moment. Janë dokumenta që shkarkohen pa një kosto dhe kanë vlefshmëri të plot ligjore. Pyetja e dytë është: si duhet të veprojmë kur konstatojmë mungesa apo pasaktësi tek vërtetimi që marrim për kontributet, për sigurime shoqërore, shëndetësore, por edhe për pagë? Në këtë rast, të nderuar miq, këshilla ime është: komunikoni me punëdhënësin tuaj aktual ose atë të mëparshëm në varësi të periudhës për cilën juve keni kërkuar vërtetim. Çdo komunikim sot do t'ju zgjidhë një problem i cili mund të shfaqet nesër. Ndaj në tilla raste, juve duhet të ndiqni dhe të kontrolloni në mënyrë të vazhdueshme statusin tuaj të punës dhe të kontributeve të derdhura. Dhe kjo në këtë rast do t'ju ndihmojë që juve, nëse konstatoni mangësi apo pasaktësi, të komunikoni me punëdhënësin tuaj aktual nëse të mëparshme dhe të korrigjoni çdo mangësi që shfaqet. Dhe pyetja e tretë është: pse këshillohet që ky kontroll ose këto kontrolle të periudhave kontributive të bëhen përpara se të dilet ose të realizohet mosha për të dalë në pension, për një arsye shumë të thjeshtë, nderuar miq. Arsyeja bazike është që nëse në këto vërtetime ju konstatoni mungesa apo pasaktësi, juve ta zgjidhni problemin në kohë përmes komunikimit me punëdhënësin tuaj, punëdhënësin aktual, atë të mëparshëm, apo edhe përmes komunikimin me Institutin e Sigurimeve Shoqërore nëpërmjet kanaleve zyrtare të tillë. Është më mirë që juve në këtë rast të zgjidhni një problem sot, sesa ta spostoni në kohë këtë problem dhe ndoshta mund të jetë shumë vonë koha kur ju dini në pension dhe këto problemet kanë ngelur të pasjellur. Ndaj të nderuar miq, unë rekomandoj shumë fort që juve të bëni verifikimet në mënyrë të vazhdueshme të kontributeve që juve keni paguar dhe nëse punëdhënësi ju i ka derdhur apo jo. Por edhe në rastet kur janë kontribute të cilat i përkasin kohëve të mëparshme, sërish në këtë rast është mirë që juve t'i verifikoni në kohë. Të nderuar miq, ky ishte episodi që unë kishe përgatitur për sot. Neve shpjeguam hap pas hapi në mënyrë shumë të thjeshtë se si juve në çdo moment mund të njiheni me periudhën tuaj kontributive, me pagën tuaj të deklaruar dhe nga ana tjetër me kontributet e derdhura nëse janë paguar apo jo nga ana e punëdhënësit tuaj. Përmes një klikimi dhe në një çast juve mund të mësoni statusin e kontributeve që juve keni të pasqyruar në sistemin e sigurimeve shoqërore, por edhe shëndetësore në Republikën e Shqipërisë. Të nderuar miq, nëse ky episod ka qenë shumë i dobishëm për juve për informacionin që neve përcollën, unë ftoj të abonohen në kanalin tim në YouTube të Utanuna Kortoçi. Të lini pyetje dhe komente tuaja dhe unë do të përgjigjem në momentin e parë. Unë ju falenderoj për zemërsisht që na ndoshët deri në fund të episodit, ju falenderoj që na ndiqni më të vazhdueshëm në të gjitha episodet tona. Dhe deri në episodin e radhës, unë ju le takim dhe deri atëherë, miru takofshim.